Kontar Partisë Demokratike dhe përfaqësuesi i kësaj force politike. Nuk heq asnjë presje ndaj qëndrimeve politike që ka për këtë qeveri. Vazhdojmë ta konsiderojmë narkoshtet. Kemi kërkuar nga gjithë partnerët tanë, gjitha partitë politike të djathta të botës, mbështetje kundër këtij narkoshteti. Kemi organizuar protesta, qëndrime publike, betej parlamentare, kërkuar komisione, rrëzuar komisione, djegur karrige, e keni përcjellë edhe përmes këtij kanali për shqiptarët që çfarë ka bërë Partia Demokratike. Mos harrojmë që ne jemi një demokraci e deleguar. Qytetarët delegojnë përmes votës vet besimin për rolin politik në parlament, që është institucioni më i lartë i Republikës tonë, në mënyrë që këta deputetët, këto forcat politike, me përgjegjshmërinë e marrë nga qytetarë shqiptarë me votë, të mbajnë politikisht qëndrimet e tyre sa i takon reformave, ligjeve e kështu me radhë. Në qoftë se duam të bëjmë lojrat cicmic, ne bëjmë sa duash. Dhe vazhdojmë të themi, këta janë pazar, ne jemi të lirë, ata janë të korruptuar, sa ata bashkë, po ne pata. Kjo është një idiotësi. Se cila forcë politike. S'mund ta quajmë idiotësi, një dyshim që hidhet edhe nuk merrem me personin. Edhe për shkak të shkuarës. Në kontekstin logjik është idiotësi. Pse është idiotësi? Ja u them unë. Ka diçka zotëri. Çfarë mekanizmi kanë forcat politike përveç mekanizmave ligjor në parlament? Shumë mirë nëse Edi Rama si kërkon Europa që opozita të kthehet në rolin e saj që demokracia të funksionojë. A nuk duhet përfitojë Partia Demokratike si opozita e vendit për të bërë ca punë më mirë? Po flasim për reformë territoriale, po flasim për reformë zgjedhore. Pse s'duhen bërë këtë gjëja? Dhe ti thush opozitës që ti, fakti që ti pranove të ulesh me këtë që e ke sharë dhe ke cilësuar si tillë, po me këtë do t'i bëj PD ndryshimet. Po nuk i bërin parlament. Ose po kërkoni diçka tjetër. Përse opozitës, me qenë se ke thënë këto gjëra për Ramën, edhe pse vetë pranojnë që janë të vërteta, paktën publikisht, thot dil nga sistemi. Dil nga sistemi, pra ky që nga i korruptuar, që nga narkoshtet, dil fare nga sistemi. Se ky është nonsensi logjik aty. Janë brenda këtij sistemi për të bërë ndryshimet politike, ndryshimet ligjore, të votë besuar nga qytetarët shqiptar, me atë pesh votash që kanë, dhe duke dhënë kontributin e tyre, i gjykojnë shqiptarët në fund. Ata po bëjnë një kod zgjedhor për momentin, i cili për mua, në pamje të parë, me plus minuset e veta është një gjë e madhe, i duhet vendit. Kodi me prim, po nuk ka çaluar nga primi dhe nuk ka marrë mandate nga primi. Hoxha, është një kompleksitet i madh aty. Çdo kritik nuk mund ta paragjykoni ose kur të djeg qulli do t'i frysh edhe kosit, kështu që të thuash që kodi zgjedhor i kaluar kishte këto defekte dhe gabi PD-ja që i miratoi, po të thuash ti bën pazar. Dhe unë jam denoncuesi i pazareve. Kjo pastaj të nxjerr nga realiteti dhe unë prandaj detyroj bëj ndërhyrje jashtë dëshirës, se nuk kam ardhur të bëj debat të veçantë me njërin. Ti çaje se të kam dëgjuar disa herë dhe s'kam dorëruar. Ti çaje që po e bën kështu personale. Je një gjë fare vogël pa pesh atje dhe as tu drejtova fare. Kam pesh më shumë se para elektoratit. Po ti po di peshën nuk po fare në atë pjesë. Po problemi është marrëveshja e kuptoj se çfarë grupi që jeni mbledh atje gjatë po. Nëse do të bësh debat, mos e bëj personal se të kthehem edhe unë personale më së daj dhe nuk del mirë. Nëse qëndron linjës, nëse qëndron linjës logjike, qëndron linjës logjike. Do t'tregoj mua ti tani. Jo po, idiotësira jo. Me njerëz që s'kan peshë. Shiko, peshën e kemi treguar me votë. Po s'ke peshë të menduar, pa. Nuk duhet të diu peshën tënde. Na gjykojnë njerëzit. Unë po flas për rolin, pozicionin që nuk duhet mbajtur në këtë moment. Pavarësisht qëndrimit që keni ndaj Partisë Demokratike. Ka 1.000. Ora ti vazhdo në shtrat me Edi Ramën sa këtë e kam të qartun. Këtë e kam të qartë, s'flasun për ju. Ju jeni të kënaqur, vazhdoni ke pazaret tuaja. Unë flas për pjesën e qytetarëve për t'ia bërë të ditur që pazari që bën Rama me Berishën s'ka asgjë në interes publik, që ky vjen për qytetarët, vetëm duan të mbajnë status quo, se mes sa duket kanë ca interesa të tjera, kanë ca interesa tjera financiare që ndajnë bashkë. Që është një opozit që pretendon të jetë opozit e kapur prej hunde nga pushteti. Ja kjo është. Dhe që më tregon më ati. Që dosit ti tani.
Jore, Shqipëria disi shpëtojt apo jo? Deklarata. Disi shpëtojt apo jo? Tanë pazardhën e... Duke mos shkuar në bas qeres se Edi Ramës, duke mos bashkuar votat me të, e duke mos bërë pazare me të, si që bëni ju, dhe enturazhi juaj. Se gjithë, një Tiranë e gjithë dhe një Shqipëri e tërë, që janë pazaret financiare që bëni familjarisht, ai që drejton partinë tuaj, bashkë me dhe tjetrin. Kjo është e vërteta. Tani ti vazhdo, qëndro, se mund t'jesh edhe përfituesi gjës, po për interes publik dhe për moshën e re që ke, dhe për moshën e re që ke, do duhet të regohesh të pakën mos t'jesh si ai njeriu i Partisë Socialiste, i doktrinuar si komunistët i parkohet. I bërë që gjithë si vullnetar dhe nverit, si nga PS-ja dhe PD-ja. Ja këta jeni ju. Ja këta jeni ju. Nese pas nesër thristi njerëzë pastaj në protestën e radhës për të rrëzuar Edi Ramën. Ky është turpi më i madh dhe hipokrizia më e madhe nga e cila po lëngon ky vend prej 30 e kusur vitesh. Se kjo është stisja e konfliktit politik artificial. Kjo është pra. Kësaj duhet të përgjigje. Ky është interesi publik. Interesat private e di fare të qartun. E di fare të qartun. Ata janë, nuk është fare prifti i BE-s që kërcen Adri, po janë këto interesat e vogla që kanë këtu brenda, s'ka lidhje fare me BE-n. E gjitha kjo, çfarë kanë bërë është thjesht dhe vetëm ruaj status quo. Se kanë interesa financiare me pushtetin, janë të kapur. E mi qëra fjalla për Belinda Ballukun? Ku i ke dokumentat? Janë të vetmit 5 deputet të partisë mbron ti, që i kanë aty, për sa ko që Edi Rama nuk hoqë imunitetin, është detyrim edhe me kosto penale ta bëjnë publike. Se se bëjnë. Ti kishin nxjerr, po them. Publikisht po ta them. E çap pastaj. E shef që erdhe ke pozicionim. E shef që erdhe ke pozicionim. Jam këtu. Pra kjo është e vërteta. Për këtë ka nevojë shqiptarët. Për këtë ka nevojë të gjithë, edhe ata të ngratët demokratë që gjasë përfaqësoni ju. Problemi i njerëzve. Që i thristi një herë, dy javë i thristi, i bëni xhiro në... E pra kjo është tallja me shqiptarët. Qeverisja. Dhe tallet e Rama, e tallet e Berisha. E të dy bashk, tallja është pastaj, tallja pasandaj është eksponenciale. Kjo është pra... Kush ka bënuar? Nuk është diskutimi. Po kush është diskutimi atëherë? Diskutimi që mund të bësh ti si individ, unë si individ. Se çfarë bëhet di unë e kam qartë rrugën time. Është të thotë të vërtetën, ta ketë kurajën. Unë kam thënë. Ta ketë kurajën ta thotë të vërtetën. Kjo e bën, kjo t'jep identitet. Unë të bën thjesht dhe vetëm një dele, andaj nga fundi. Në asnjë rast i vathës madhe private për të mbrojtur interesin atij që mbani si çoban. Ka që edhe nuk bëj më debat me ty se për këtë e kisha se. Përfaqësoj e prova. Kjo çështja e zonjës Ballukut. Pra, a duhet që deputetët të nxjerrin sekretin të hetimor? Okej. Si jurist? Po ta bëj të qartë. Unë e di që të nxjerrësh sekretin hetimor ka penalitet. Atëherë du ta bëj partia. Po prit për ta mbaroj. Do një arsyetim apo? Po jo, thjesht ka pa një element jo, sigurisht që dua, prandaj u pyeta. Nga momenti që kjo është një çështje me impakt të madh publik, sepse me sa duket është qeveria aty, është vetë kryeministri i përfshirë, me sa duket, po tregoj me pinceta. E vërteta është që është, po unë po tregoj i kujdesshëm. Me sa duket që nga momenti kur parlamenti nuk heq imunitetin, edhe pse ka 16.000